E kena pos një Coca-Cola në shpe, në gjalli nuk më la me pi. Sa ma ka ble Albini, tha, e me pi. Vrejet që po, tash, na do e mos zdumi mu pajtu me të derumin këto, sepse përveç që muaj janar është muaj gjatë, shpesh ne e themi kështu si me shako, muaj janar i konja 35-6 dit, për arsye se po, gatë zakonisht ka ndalë ka data 25-26 dhjetor. Edhe shumë shpesh, po flasë për vitet e kaluara, më ka ndodhë që familjet, prapë po pajtohemi këtu që kam bo shpenzime ndoshta jashtë normales, edhe ka data 10 janarve që në shpenzu. Duhet me po në aspektin pozitiv, që e tha Shkëlzeni, që këtë vit, edhe 2 vitet e kalume, familjarët, kush ka fëmi, jenë subvencionua, po jenë ndimume nga një shumë për fëmi, edhe ndoshta pikrisht shpenzimet e vitit ri kanë mbulu me ato, edhe është pak një stabilitet financiar për dalim për viteve të kalume. E kena pos një Coca-Cola në shpe, në gjalli nuk më la me pi. Sa ma ka ble Albini, tha, e me pi. Këtë aspekt duhet me morë pak pozitive që shqyrëzotit që dojna mirë financiarisht në raport me të kalumen. Duhet mu pajtu me psikologën për një arsye sepse është profesioniste pikrisht për këto që mungesa e diellit edhe netët e gjata, instinktivisht njerëzit qëndrojnë në shtëpi. Çka bojnë? Shpenzojnë se s'kan çka bojnë, shpenzojnë rrymë ma shumë, shpenzojnë edhe ngrohje ma shumë. Praktikisht ky muaj është muaj më i madh i shpenzimeve.